Përshëndetje krejve, ky është grimi sot që kena me bo, është bold makeup look, që se dani me pa që që kena arrit këtë grim, I lutëm vazhdojna me videon. Përshëndetje krejve, edhe mi se ardhet në kanalin tem përsëri me mu penetën, vazhdojna me make-upin. Pra sot kena me bo një bold, classic makeup look, që mu zakonisht më pëlqen edhe pse nuk I bëj shumë buste kuqe, për tepër I du buste kuqe edhe më kanë thonë që më rrin tepër mirë. Unë pëlqen ky grem shumë, se I shkon gati çdo vajze edhe është tepër lehtë me bo. Vazhdojna me vetullat, se janë pak që e definoj fytyrën pak më mirë. Edhe vetullat e mia nuk më pëlqejnë shumë, se zakonisht janë të mira, po zakonisht jo se di mu qëra vesh tepër mirë. Edhe për juve që nuk I dini vetullat I kam tatu, se ma shumë kam vetulla për para, edhe ma pak kënej. Që do me thonë vetëm fundin e kam tatu. Që kështët, vazhdojna me regullu qatë pjesën ku kam munges të vetullës. Vetullat I bëj me eyeliner pen e Essences, edhe marr një brush, që është kja. Edhe në këtë mënyrë e marr produktin edhe vendosi tek vetullat. Kështu, vazhdojnë edhe te tjetra. Pra kështu vetullat. Edhe tani vazhdoj me puder mi bo, me thonë me sink. Sinkën që përdori për vetulla është si gjithë, është Pro e Catriciës me ngjyrën Brave, që është kjo këto. Me brushën e njëjtë, marr pak edhe e bëj ku kam nevojë. Është shumë interesant, nuk e di, po më duket që është Taxanis mu ka ndryshu fytyra tepër. Kam ndryshu jashtë mase shumë. Kom një që është normale dhe zakonisht ndodh, po më duket tepër e çuditshme. Se po dukna këtë si tjetër njeri. Sot vetullat e mia pas kam vendosur mos më konë motra, po më konë kushërina të larta. Nuk janë hiç të njëjta, but Monova. But asgjë. Po shpresojmë që bëhet mirë. Okej. Me vetullat u kry, tash vazhdojna tek baza e fytyrës. Unë vazhdoj me Nivea Soften, njëherë, me bo krejt fytyrën. Edhe tani, vazhdoj me një produkt I Pupës, është kja, e bëj fytyrën, në për fytyrë, aplikoj. Jap shkëlqim fytyrës. Për menimin tam ka njëherë produktet ma mirë shpërndahen me dur, kur I bën, se sa me brush. Do produkte. Përshë që jap një shkëlqim fytyrës. Shumë po më pëlqen. Fytyra, do me thonë, u bo foundation. Do me thonë me fondatinën ose për ndryshe shirkun. Unë e përdori këta, është e Tom Fordit. E ka medium coverage. Edhe marr brush. Edhe shpërndajna. Tani vazhdoj me Beauty Blender. Me fondatinën u kry. Apet e concealer e njëjta.
Edhe vendosëm të syt, anash, nalt, të huna, edhe këto. Edhe dë sheja që i kena prej akneve. A prefereni shu hap syne? Pasi që jena bo shumë mirë si zombi, vazhdojna të pudra. Pudrën e përdore këta. E maj një brush si kja. Para se me bo përfuni syve, të me këshyrë nalt, që mos me mejt vijat përfuni syve. Se mu hetë së më pëjtin që shrin, përfuni syve vijat. Do këtë shumë Okay. Pet këshyra poshtë. No. Edhe e marëm pudrën edhe vendosë për funi syve. Ka njëherë kur foli shumë me gramatik, më do këtë vetja shumë njëri që dëqëm, se nuk jam mësu me foli shumë me gramatik. Okej? E vujna pra këtë ftyrën me puder që me mbet, së në kam ftyrën shumë të ndërshme, edhe mu lyq tash, në fund ditës e kam ftyrën pa pik make-upi, bronzeri. Bronzerin e përdori këta, që është Estée Lauderit. Përdori këto trijat, shpodokoj që përdori shumë. Këtë brushën tjetër e marë edhe aplikoj. Pak të syne aplikojna që mu do kësyni ma ngret. Edhe të ballin, e kam në ballin shumë të madh, e kam ballin 2x2. Edhe munona që sa ma shumë më shif ballin, se kam ballin e madh. Qëre sa mi po doket, qëre sa thot. A përshën e farë diferenca. Kam qëllu e bardh. Me bardh. Nuk e di për juve, po në kur shkoj ndete, nuk marrë ngjyrë, po sosna, edhe buna këtë bardh. E kuqe. Okej. Me balancu krejt këto, shkoja pete pudra, e marrë do puder, me brushën e njejt, edhe aplikoj prap krejt ftyrën. Që mu do krejt e një trajqme. On blushën e du shumë, menaj që ketë grimi kompletohet kur vnojna blush. Unë i përdori këto dyja. Kja e Fleur Marit është numri 45. Edhe e Trended Up, që janë këto dyja, edhe bojnë shumë një kombinim të mirë. Me brushën një që kom bo bronzerin e bëj dhe blush, që vazhdojna kështu. Edhe qesëm kudo. Se me blush kur nuk shkon keq. E marr tani një brush që është e thatë, pa kur gjë heq, edhe mundona me shpërnda. Edhe një sen. Blushin kur e vënon është seni i parë që heket i përshpejt për ftyrës, edhe nuk met shumë ftyrë. Që kështu, unë vnej shumë. Edhe du blush tepër. Edhe njëherë, shkoj të pudra, me beauty blenderin e vogël, e bëj një tro, e shtypet e dora, edhe bëj kështu. Që me nda pak
do pak konturimin. Super. Tash vazhdoj të qërpekt. Unë i përdori shto qenë ardelit edhe marrë veç një prej në mes. Prej qështu. I vendosi në sy prej gjysës. Po qëtash e shene edhe kuptani. Vesh të gjej një lepak ku e lash. Ok, gjeta edhe lepakun. Lepakun e kam të katricjes edhe është tepër i mirë se i man qërpek tepër në vend. E marëm edhe vendosëm pak ma mrena. Pra i vendosëm qështu. Edhe tjetrën. Se po dokëm pak çuditshëm, po tu vazhdu, ju kallëzoj që duken interesant. Me setting spray, pra njerë qëta që e kena pas. Edhe e bëj fytyrën me setting spray. Që kjo është Hello Good Stuff prej esencës edhe kjo. E di që s'ba me qitë e sytë, po më përqen mrekullit që i ban. E bëjna pak qështu. Bëjna me këto. Kjo është highlight cream prej Krylonit. Edhe unë i marrë këto edhe i bëj pak anash që me pas një si shkëlqim veti. Se e bën një shkëlqim shumë natyral në fytyrë. Edhe pak qëtu ndër vetëll. Super. Duket tepër mirë. Highlighter për Too Faced. Edhe me një brusht holl për highlight, që është kjo. E marr edhe e vendosi. Edhe duket fytyra tepër mirë. Highlightin e krytëm me I Love Extreme, që është edhe kjo esencës. Që të mjatë. Më pëlqen. Se po duket tepër, si kënd të mjatë. Nice. Me sy e kena kry. Tash vazhdojnë të boost. Munal kamera. Sa bukur. Pra, me këtë lipstick të makut, i kom bo boost, që jënë këto. Se munal kamera, sa mirë. Me thonë krejt që ka kom full dhe i shtash nuk e ka bo, i gjizim. Po, që me pak hapa që kena mujt me arrit, me një fytyrë të pastërt, edhe boost kuqe. Është tepër i bukur, sidomos për verë, është tepër adekuat, së është tepër i thjesht. Edhe po besoj që krejt qikat jo mundi mi po. Ky ke looku për sot.
Pra shpresoj që ju ka pëlqyer edhe juve. Mos harroni me bo subscribe, like, edhe që se keni ndonjë kritik ose doni me pa video tjera, ju lutem mos ngurani, shkruani në koment, edhe faleminderit shumë për krejt juve që më suportoni. Deri herën tjetër, miru pafshim.